rasti për cilët tek kolegët tonë inspektor të punës edhe te prokurori I rastit. Organet hetimore do të nisin procedurat për një biznes nga Gjakova I cili nuk zbatoi urdhrat e inspektoratit të punës për të ndaluar punimet në një kantien ndërtimi. Në javët e fundit, Inspektorati I Punës ka vendosur shiritat në 10 kompani ndërtimi duke ndaluar punimet. Sipas ligjit, kur inspektorët vendosin shiritat, kompanit nuk guzojnë të vazhdojnë punimet deri në momentin kur inspektorët të konstatojnë se vend punishtja është rregulluar dhe nuk paraqet rrezik për punëtorët. Disa ditë më parë, inspektorët nga rajoni I Gjakovës kishin vendosur shiritat në një biznes ndërtimi. Një informacion nga terreni tregonte se në vendin e rrethuar me shirita janë parë punëtorët tek operonin pa lejen e inspektorëve. Një ekip inspektorësh caktohet për të gjurmuar këtë informacion. Në minutat e parë të vizitës, informacioni se punonjësit ishin futur në zonën e rrethuar me shirita konfirmohet. Inspektorët hasin punëtorë të cilët janë futur në zonë pa I përfillur procedurat. Ja dani që ko ndalen punime këtë objekti. Objekti jashtë, atë ky. Që s'ka kallëzuar shirite për çka është atje? Nuk e dita për zotin. Hajde nalt. Hajde. Raportin tjetër. Sa do të më njoftu edhe policinë edhe vazhdojnë në procedura. Sipas ligjit, heqja e shiritave është vepër penale e cila ndiqet nga autoritetet kompetente. Në zonë do të ftohet policia për të konstatuar situatën dhe mbi bazën e konstatimit do të njoftohet prokurori I shtetit. Nderuam, jam prej Inspektoratit Qendror të Punës, e kena një vend punishte që janë tu thyer në vendimin ndalimit punimeve. A kishte mujtë na dërguar një patrullë policisë? Në një zonë ndërtimi, inspektorët e punës kishin konstatuar se ambientet ishin të rrezikshme. Inspektorati kishte ndaluar punimet, mirë po urdhrat dhe shiritat nuk ishin respektuar. Kjo situatë paraqet shkelje dhe në zonë do të ftohen policia për të ndjekur rastin. Që sa ditë ju të punu të sto? Që 2 ditë. Që 2 ditë të punu me ndalim punimeve. Në me orë dhe tash vjen njësia e policisë edhe vazhdojnë në procedura. Hajde zot me neve. Jo, hajde me neve, Nderum te pjesa e objektit ku ndalim punimeve dhe në momentin shënor për me monitoru pjesën e zonës ka që aktivitetet që janë këtu kry të punës. Pi kompanive tjera, domethënë që kanë vazhduar dhe kanë ikë pi Vanexhares. Ti jepi bashkëpunor apo? Po. Tash vjen një patrullë policisë dhe vazhdojnë me procedura tjera. Sot gjatë monitorimit vazhdueshëm që të cilën e kemi në terren për ndërmarrjen e mosave nga siguria dhe shëndeti në punë, kemi hosur se në objektin përballë ku vendimet kanë qenë të ndaluara dhe ka qenë shiritë ndalimit punimeve nga kolegët paraprak, kemi hosur në një aktivitet ku të punësuarit kanë qenë, kompania ka qenë duke vazhduar punimet, duke mos respektuar vendimin e ndalimit punimeve. Dhe pastaj kemi urdhën gjatë kontrollës, punëtorët kanë ikur nga vendi ngjarjes, por kemi lajmëruar organet kompetente policinë e Kosovës, të cilat janë rrugës duke urdhër për të filluar me procedura të tjera sipas ligjeve të tjera në fuqi të cilat janë. Thirrja e inspektorëve për policinë merr konfirmim të shpejtë. Patrulla e policisë shfaqet në zonën e ndërtimit për të konstatuar gjendjen dhe për të zhvilluar procedurat e metutjeshme. Sipas ligjit, policia do të hartojë proces verbale dhe raporte të cilat do t'i dorëzohen me urgjencë prokurorisë së Gjakovës për të nisur hetime penale për heqjen apo dëmtimin e shiritave. Ka të ndaluar me punu, zotnia vazhdon me punu me lejet para bekut kryen vetën. Edhe në nevojë mësot se personat që kanë të punu kanë ikë në vendin ngjarjes. Sipas informacioneve që kemi marrë, firma që është të punu është firma po që na nuk kemi informacion kush janë këta, po ky zotnia duhet të marrë me kallëzu, tash na prezanton kontratën që ka me këtë kompani. Edhe kisha lutur që ju personi më marrë ju pak më të për mos bashkëpunimet me organet e shtetit, të personit zyrtar të inspektoratit punës, mos përfillet personit zyrtar edhe ka ikë pe Vanexhares. 10 biznese ndërtimi janë bllokuar në javët e fundit në operacionin e gjerë të Inspektoratit të Punës për kontrollimin e zbatimit të rregullave për siguri dhe shëndet në punë. Bizneset e bllokuara me shirita nuk guxojnë të zhvillojnë aktivitet deri në momentin kur inspektorët konstatojnë që siguria është përmirësuar. Biznesin e Gjakov, I cili është hasur duke I thyer këto rregulla, do të procedohet penalisht. Gjyrat e mia për këta që kanë ikë pe Vanexhares, ti na prezantove kontratën dhe kështu është rasti për cilët tek kolegët tonë inspektor të punës edhe te prokurori I rastit lidhje me
mos zbatimin e vendimit për ndalim punimeve të lëshuar nga inspektorët e punës. A ka mundësi të shkojmë sot? Ki mundësi me mami lexu ose pita shkopë të sqaruar. Operacioni inspektoratit dhe policisë përfundon me dokumentimin e situatës. Raportet sipas rregullave do të dorëzohen për hetim të metutjeshëm në prokurorinë e Gjakovës, e cila sipas kompetencës së saj do të nxjerrë para përgjegjësisë shkelësit e rregullave.